Kualifikimi në raundin e dytë dhe përballjet me CSKA-n e Sofijas kanë mbetur ëndër e parealizuar për Shkëndijën pasi që kuqezint u mundën 2-0 në transfertën me Zimbrun. Një gol në fillim të takimit dhe një tjetër në fund u mjaftuan moldavëve të eliminojnë përsin 2-1 të Shkëndijës nga ndeshja e parë në Shkup. Më pas edhe pse u krijuan disa shanse, gjithsesi kjo nuk mjaftoi për të shënuar, pasi në momente egoizmi dilte mbi kolektivin, ndërsa kur nuk erdhi barazimi nga disa tentime në pjesën e parë, fraksioni i dytë solli lojë të dobët dhe shumë mundësi për kundërshtarin, që në fund me merit kualifikohet më tej. Ndeshja filloi shumë keq për Shkëndijën pasi që vendasit arritën të avansojnë në aksionin e tyre të parë. Ishte minuta e 6 e takimit kur Vermea dërgoi topin në zonë. Grozu ktheu për Amanin, i cili arrin që me goditje precize të shënoi përepërsi 1-0 të Zimbrut. Këtu rezultatin në ndeshje u barazua në 2-2, mirë po ky rezultat tani më çonte Zimbru në raundin e dytë për shkak të golit të shënuar në transfert. Shkëndija nisi të kërkoj golin e barazimit dhe minutën e 14 Bojan Vruçina u gjend në depërtim në zonë, ndalet me faul nga Bogdan, mirë po arbitri kryesor tregon loja të vazhdoj. 3 minuta më vonë, kapiteni Polozhani lëshon një goditje të fortë nga distanca. Rusu ruan portën me vështirësi, ndërsa në vazhdim Mitrov nuk gjendet mirë në zonë. Në minutën e 21, Miliev kishte tentim të pasuksesshëm me kokë pas harkimit të Vruçinës nga këndi. Loja e hapur e Shkëndijës lente shumë hapësira në mbrojtje dhe në minutën e 32 vendasit gjejnë me diagonale Grozun, i cili hedh nga loja Muratin dhe Berishën, mirë po për fat të Shkëndijës goditja e tij ishte jo precize. 4 minuta para fundit të pjesës së parë, kuqezin gjenden në mundësi për të barazuar. Junior depërton në pjesën kundërshtare, mirë po përfundimi ishte shumë i dobët dhe rezultati mbetet pa ndryshuar nga minuta e 6. Në fillim të pjesës së dytë Shkëndija nisi më fuqishëm dhe ishin Berisha e Vruçina, ata që nuk arritën të shënojnë nga 2 mundësi të mira, dhe kjo ishte thuajse e tëra nga Shkëndija në pjesën e dytë, pasi në vazhdim pasoi dominimi plot dhe shumë shanse të vendasve. Pavluçek u kanos me kokë para Jovanovski të ndal 2 tentime të Grosut. Dedov ishte futbollisti i radhës që mundej të shënojë, mirë po Jovanovski vazhdoi të shfaqet i sigurt në portë. Në minutën e 70 Shkëndija kishte rast të dyfisht, së pari Rusu ndal tentimin e Vruçinës nga gjuhetja e lirë, ndërsa në vazhdimi Meri nuk gjen portën. Në minutën e 83 Shkëndija kishte tentimin e fundit kur Miliev tentoi portën pa mundur të shqetësoj Rusun. Në anën tjetër vendasit ekzekutojnë rivënje nga këndi, përsëri rëmuj në zonë, ndërsa Paskanenco me kokë shënon për 2-0 dhe në një mënyrë fundos shpresat e Shkëndijës për rezultat pozitiv. Kështu Shkëndija eliminohet nga kualifikimet e Liga Evropës, ndërsa Zimbro kalon mëtej me rezultat të përgjithshëm 3-2. Shkëndija pëson disfatën e 4 në përballjen e 6 evropiane, ndërsa për Zimbrun kjo ishte ndeshja e 56 në Kupën e Evropës.